Koja pitanja može da nam postavi policija na graničnom prelazu? Poslušajte razgovor u nastavku. Mirdita, dokumente tuaja ju lutem. A ju duhet vetëm pasaporta? Po, Në rregull, urdhëroni. faleminderit. Kjo është pasaport kroate. A jetoni në Kroaci? Jo, unë jetoj në Gjermani, por kam shtetësi kroate. Sa kohë do të qëndroni? Shtatë ditë. Apo vini për punë? Jo, me pushime. Gruaja ime është nga Kosova. Mos e keni patentën ndërkombëtare të shoferit? Urdhëroni. Faleminderit. A keni ndonjë gjë për të raportuar për dogan? Nuk kam asgjë. Kam vetëm sende personale. Obratite pažnju na sledeće reči. Shtetësi. Shtetësi kroate. Dogan. Patent shoferi ndërkombëtare. Reč Kroate. i Ndërkombëtare. u ovom slučaju predstavljaju prideve bez člana. Pogledajte sledeće primere i pokušajte da uočite razliku između prideva koji stoje uz imenice muškog i onih koji stoje uz imenice ženskog roda. Pasaport italiane. Letërnjoftim gjerman.